Trenene e cila mbulon këta angazhim. Edhe e dyta, ne dim që ka pasur dallime mes kryeministit edhe ish presidentes të çështje. Kisha lutur mos nuk ka të bëj kjo. Edhe është tendenca me u bë të duket kështu në opinion. Kjo nuk ka të bëj as pak me asgjë që ne potencialisht mund ta diskutojmë sot këtu në kuptimin e kësaj që po e thonë ju, që mund ta thonë të tjerë nga opozita. Marrëveshja ndërkombëtare është procedurë në kuvend, sponsori i kësaj marrëveshje është ish presidenti i Republikës Kosovës. Askush nuk po e mohon këtë fakt. Pra, ajo ka nënshkruar, ka konfirmuar pjesëmarrjen e Kosovës në bordin e paqes. Jemi në rregull deri te kjo pjesë, jemi në rregull me marrëveshjen që na është dërguar në kuvend dhe mos nisemi prej asaj që ne duhet ta trajtojmë projektin vetëm nëse ai është voluminoz dhe nëse i pas ka 4 nene s'kemi punë aty. Unë mendoj që madje shumë problematik mund të jetë një projekt ligj me kaq pak përmbajtje, sesa një projekt ligj i cili mund të ketë disa nene të caktuara. Pra, i ka vetëm 4 nene, por ama e kuptoni që është vetëm një paragraf, do me thënës në këtë projekt ligji me 4 nene që mund të themi ka ndoshta 10 fjali në total nëse e marrim edhe analizojmë si të tillë. Por çajo, fjalia e nenit 2 paragrafi 2 është problematike me vazhdu me mbetësi e tillë projekt ligj pa u përmirësuar. Sepse neve na duhet. Nuk ka probleme diç. Unë mendoj që në formulim ka probleme. Unë mendoj që duhet me qenë ma precize. Ka probleme në formulim. Ka probleme në formulim, po bëjmë propunus me punu. Shpeta thash unë qysh në fillim të fjales time. Unë e thash këtë, besoj që përsërita disa herë. Po ndoshta nuk më keni dëgjuar, po unë e përsërita disa herë që neni 2 paragrafi 2 i projekt ligjit kërkon intervenim, nëse mund ta quajmë kështu prej anës tonë si deputet, në mënyrë që me qenë pak më precize, sepse neve na duhet me ditë cilën qeverisje po e rivendosim aty, nëse e keni përpara projekt ligjin mund ta shihni. Dhe për cilat konflikte në botë po flasim, sepse aktualisht ka shumë konflikte aktive në botë, edhe është shumë i gjerë spekti konflikteve nëse nalemi dhe mendojmë ku ka. Kjo ligj nuk është e domosdoshme të jetë në përputhje me ligjin e Bashkimit Evropian. Çdo marrëveshje ndërkombëtare është domosdoshme. Unë s'e pash, po, se përndryshe pastaj do të shohim se ku do të mrijë. E vëdimi pasojat e vonesës nuk janë tona, realisht. Janë të institucioneve, për shkak të raporteve normal që kanë pasur, përndryshe këto duhet vitë të trajtojë edhe bordi edhe marrëveshja ligjësh tjetër. Po ne kemi kompetencat tona, kemi të drejtën tonë, edhe do duhet ta shohim çka mund ne të bëjmë. Dhe unë sa kum lezu tash ta shohim, po veç thatë kjo është një borg që te i kalon faktikisht për masat evropiane. Dhe baza për të krijuar, për të kryer si tillë ka të bëjë një region që është jashtë Evropës. Dhe pjesa tjetër, pa qenë deputet, pa qenë antar i komisionit, dhe po për qenë situata, ne shohim që ka përplasje po gjatë muajve dhe brenda aleat. Dhe na duhet me ndi shumë mirë ne po prishniteve që janë antarë të bordit. Vete ne duhet me ndi veten tjetër të privilegjuar edhe privilegj që kemi marrë pjesë në këtë bordin e paqes. Me qenë se kemi kalu në fonze, nuk konsultova me deputetët e partive opozitare. Pi partive opozitare na e propozojmë deputetin Enver Hoxha, me qenë pjesë e grupit punus, sa thoni edhe ju diken, edhe të fillojmë me një herë në mënyrë që me u procedur sa më shpejt. Faleminderit.